Erdhi momenti të dekorojmë shtëpinë për festat e fundvitit, edhe me vrap unë edhe djali të marrim pemën, të marrim të gjitha këto stolitë, që të fillojmë dekorin e shtëpisë. Problemi është se në fillim duhet të pastrojmë shtëpinë në njerëz të dashur para se të vendosim të gjitha këto. Edhe më tha djali, nuk vazhdon vetëm tani ti ta pastrosh të gjithë shtëpinë, edhe kur të arrijmë në atë moment që do ta vendosim pemën, do vi dhe unë të ndihmoj, më tha. Çfarë ti thua, shtajnë të drejt ka i shkreti. Që kështu mora unë fshesën edhe fillova, i çova të gjitha me radhë, koltukët, po edhe koltukën e çova, po nuk e drikja dot në kamerë, se ç'të bëja të merrja një herë telefonin, një herë atë, nejse tani. Këtu më pat qëndrova edhe roba se nuk u bën të gjitha në një moment. I bëra ditën e parë, ditën e dytë vazhdova, mos e pyesni që të dekoroja të gjithë shtëpinë, më mori 3-4 ditë edhe mos më shumë, se kisha porositur edhe disa gjëra për pemën, të cilat u vonuan që të vinin, edhe mos e pyesni. Ndaj edhe këtu po shikoni, po vazhdoj me pastrimin e të gjithë shtëpisë me rehat, derisa të vinë të gjitha dekoret e ato. Do më thuash nuk kisha mjaftueshëm, po çdo vit shtoj edhe diçka të re. Duhet i ndroja dhe vendet ajnë të gjitha këto, që të shikoja ku do vendosja pemën, edhe të pak në shtëpia u bë gati që të vendosim pemën. Erdhi djali tani që të fillojmë të vendosim pemën. Prisnim për parë tu.